Me 23 shkurt në komunitetin shqiptar në mallë të Suedis, intelektual, krijues dhe veprimtar të çështjes kombëtare, përruan libri monografik i titulluar Doktori që i dha jetë lirisë, Doktor Faredin Hoti, me autor Besnik Hoti, djali i Faredin Hotit. Të flasësh për një krushian siç ishte Doktor Faredin Hoti, tani dëshmori kombit. Kujtojmë se pikërisht vendlindja ku ai u lind dhe u rrit janë të vrarë e të masakruar në Krushë të Madhe, 241 të vrarë nga regjimi fashist serboslav. Ai u lind afër Truallit ku ka lindur edhe heroi ynë kombëtar Bajram Curri, e po ashtu afër Truallit edhe të intelektualit të madh të orëve të para për lirinë e Kosovës, siç ishte Ukshin Hoti. Krusha është ndëruar në një vend të heronjve, martirëve, intelektualëve, e në mesin e tyre është edhe Doktor Faredin Hoti, me djalin e tij Kreshnikun, që fal atyre të gjithëve, pa përjashtim, ne sot e gëzojmë lirinë, pavarësinë e Republikës së Kosovës që duhet ta ruajmë si sytë e ballit. Në fillim të promovimit të librit u ftua të bëj hapjen e këtij takimi Afërdita Hoti Bunjaku. Sot jemi mbledhur në malë të Suedis për të promovuar një vepër me rëndësi të veçantë historike dhe intelektuale, libri monografik Doktori që i dha jetë lirisë. Doktor Faredini, një vepër e shmuar e autorit zotri Besnik Hoti, e cila përjeson jetën dhe kontributin e paharrueshëm të një figure të shuar të kombit ton. Doktor Faredin Hoti ishte një intelektual dhe humanist i përkushtuar, i cili vuri gjithë potencialin e tij në shërbimin të një misioni fisnik besnik. Ndaj këtij misioni ai dha jetë si dëshmor i Dardanisë. Ky libër nuk është thjesht një rrëfim mbi guximin e një individi, por një testament për brezat që vinë, duke na kujtuar se vlerat universale të lirisë duhet të ruhen dhe të mbrohen me vendosmëri. Doktor Faredini na mësoi me jetën dhe veprën e tij se liria nuk është vetëm një koncept, por një ideal që kërkon përkushtim, sakrificë, angazhim të vazhdueshëm. Përmes kësaj monografie, autori jo vetëm që përkujton dhe ndëron figurën e Doktor Faredinit, por gjithashtu kontribuon historiografisë shqiptare duke bërë të pavdekshëm rezistencën e tij dhe rolin e tij në momente kyçe të luftës. Por për pavarësinë e Republikës së Kosovës. Doktor Faredini nuk ishte vetëm një profesionist i përkushtuar në mjekësi, por mbi të gjitha një njeri me vlera të larta njerëzore. Gjithnjë i gatshëm të ndihmoj atje ku duhej dhe kërkohej. Ai shëroi shumë shpirtra, jo vetëm përmes profesionit të tij, por edhe përmes humanizmit dhe kulturës së tij të lartë. Në një kohë kur mizoria dhe gjenocidi barbar serboslav kishin shndruar jetën e shqiptarëve, në një përpjekje të vazhdueshme për mbijetesë, Doktor Faredini bëri zgjidhjen më fisnike, tu qëndronte pranë njerëzve të tij, të ndihmonte dhe t'i mbronte edhe me çmimin e tij të jetës. Ky akt trimërie ka një peshë që shkon përtej angazhimit individual në luftë. Ai mbeti një simbol i sakrificës dhe i përkushtimit ndaj lirisë, të nderuar të pranishëm. Sot teksa kujtojmë dëshmorin e kombit Doktor Faredin Hotin, le të marrim frymëzim nga jeta dhe vepra e tij, duke u angazhuar për të ardhmen tonë, për të cilën ai dha gjithçka. Basadin kushëriri im, i dashur, ashtu siç të kemi thirrur. Të gjithë ne të jam mirënjohëse përjetësisht për kujdesin dhe mbështetjen tënde dhe ndaj nënës time. Nuk kurse e vazhdi dhe për këtë të falenderoj me përulësi dhe respekt
të thellë. Ne familja Hoti dhe mbar kombi shqiptar jemi krenar për veprën dhe sakrificën e doktor Faredinit. Zoti e bekoft të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Dardanisë. Isuf Bajraktari, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Dega Jugore Suedi, filloi këtë promovim me një poezi duke marrë parasysh që vetë Faredin Hoti ishte poet, dhe në shenjë respekti për këtë, ai solli poezinë Një vdekje për lavdi, doktor Faredin Hoti. Poezinë e kam titulluar Një vdekje për lavdi, doktor Faredin Hotit. Lindur me dritë, rritur me nderë, shpat e mendjes zjar e hën, me gjirin e tokës adhetare, ushqyer me bes, burr i rënjeve të larta, nga trungu i fort i fjalë së shenjit, i rritur si les, unë gjithë si mal, shkolluar, formuar, betuar me zemër, doktor i popullit, pishtar në varg. Me besën e Sokratit të pashlekundur, me shpirt të pastër si agimi, kthehet të fshati shpresë e gjallë, si nën Tereza dorë që shëron, si Skënderbeu, kraht që s'lodhet kur, luft, ulurin, plumbas e breshëri, gjaku mbi tokë rrjedhë si lumenja, zemra lëkundër hijet po bien, por ai qëndron, ai nuk kthehet. Në duart e bardha mbi plagët e kombit, si dridhet zemra, si trembët syri, në jetë për të shpëtuar një tjetër për të bërë përjetësi. Disa aty mes flagëve përkullur mbi dhej, tek shëron të plagosit një nga një, e gjen i biri i shtrirë në gjak, baba, birë, një frym, një fat. Rri baba, mos u lodh më. Plumbat të thrasin, koha spret. Por Faredini me duar që dridhen e prek të birin dhe qen ndron në heshtje. Një dorë mbi ballë, një pëshërëtim, lutje pa zë. Mes rënonjave të tymit, një betim i fundit, një shikim paktem, dhe të dy bien në tokën e shenjit. Idealist, besimtar. Trim i dijes. As frika, as vdekja se thyen dot. I gjallë për të tjerët, i vdekur për vetën. Si yll që ndriqon e su shua kur. Në luftë dhe paq. Gur themel. Dëshmori kombit, heroi punës. Jetën e tij e bëri flakadan, u shua trupi për shpirtin që s'dish kur. Hysen Ibrahimi, si referues i librit, uftua për të marrë fjalën. Ai vlerësoi se doktor Faredin Hoti ishte shpirti i popullit. Në shpirtin e popullit, në sytë e ushtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në sytë e mira nanave që lindën. Nën përkujdesjen shëndetësore të tij, doktor Faredini ishte shpallur tani me shenjtor shpirtëror. Recensën time e kam titulluar Në shpirtin e popullit, në sytë e ushtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në sytë e mira nënave që lindën nën përkujdesjen shëndetësore të tij, doktor Faredini ishte shpallur tani më shenjtor shpirtëror. Sot, ne komuniteti shqiptar në Suedi, kryesisht intelektualët, krijues dhe veprimtar të çështjes kombëtare, po e përurojnë librin monografik i titulluar Doktori që dha jetë lirisë, doktor Faredin Hoti, autor Magjister Besnik Hoti, djali i tij. Për këtë e kam përgatitur këtë recension për këtë libër me rëndësi historike dhe faktografike.
Të flasësh për një krushian, siç ishte Fahrettin Hoti, tani më dëshmori i kombit, nuk mund të fillosh me tutje para se të kujtojmë se pikërisht vendlindja ku ai u lënd dhe u rrit, janë të vrarë, të masakruar në Krusht të Madhe 124 të vrarë, në Krusht të Vogël 115 të vrarë, megjithëse 241 të vrarë shqiptar nga regjimi fashist serbo-slav. Ai u lënd afër trullit ku u lënd edhe heroi ynë kombëtar Bajram Surri. E po ashtu afër trullit dhe intelektualit tonë të madh të orëve të para të lirisë për Kosovën, siç ishte magjistër Ukshin Hoti. Krusha është shndruar në një vend të heronjve, martirëve, intelektualëve, e në mesin e tyre është edhe vetë Fahrettin Hoti. Me djalin e tij Kreshnikun, që fal atyre të gjithëve, pa përjashtim sot ne gëzojmë lirinë, pavarësinë e Republikës së Kosovës që duhet ta ruajmë si sytë e ballit. Nisur nga ky aspekt, nëse e krahasojmë shumë vepra të botuara të përruar në kohën e fundit nga autorë të ndryshëm shqiptar, kushtuar pikërisht luftës së fundit, të Dardanis, atëherë mund të themi se libri monografik i titulluar Doktori që i dha jetë lirisë, Doktor Fahrettin Hoti, me autor magjistër Besnik Hoti, mund të them se është tejet i veçantë. Vërtet faktografik, sepse kemi të bëjmë me fakte konkrete, dëshmi të personaliteteve të kohës dhe njerëz që udhëtuan bashkë me Fahrettinin. Çfarë dua të them? Dua të them se doktor Fahrettini ishte i pasionant i madh ndaj letërsisë shqipe, ndaj poezisë, romanit, dramës e publicistikës letrare, lexues dhe krijues i madh krahas profesionit të tij si mjet. Këto i kemi në librin e autorit dhe lexuesi do t'i lexon dhe do të bindet se po flasim për një figurë kombëtare e cila është doktor Fahrettin Hoti. Pranishëm jo keni librin e autorit Besnik Hoti, por e kemi edhe një libër të tjetër të vetë autorit doktor Fahrettin Hotit. A libri tjetër është Besnik Hotit. Domthonë kemi dy vepra përballë juve. Domthonë libri me ballina të kuqe është i të nderit Fahrettin Hotit, poezi të përmbledhura. Kështu që autori i veprës Besnik Hoti, me shumë të drejtë në këtë vepër të tij faktografike e publicistike, që ka arritur të përfshijë në libër unitetin e lloj-llojshmërisë së personaliteteve, duke marrë opinionet e tyre për doktor Fahrettinin, që të ndriçohet fushë veprimtaria e tij edhe në fushën mjekësore, humane dhe patriotike. Normal logjika mund të flasë vetëm atëherë pas leximit të veprës me kujdes dhe opinionet të cilat janë në libër, ndihmon në krijimin e idesë të referuese sikur që më ka ndihmuar mua personalisht. Atëherë mund ta nxjerrim kuptimin e rëndësisë së veçantë kësaj vepre të autorit Hoti, që del se kjo vepër është faktografike dhe shumë e saktë në secilin rresht të shkruar brenda këtij libri. Autori me të drejtë shkruan fakte në këtë libër, citat: hetuesit e tribunalit të Hagës në Krusht të Madhe hasin në 2 krematoriume. Krematorium janë shtëpi apo fora të posaçme ku djegen kufomat. Dhe 8 varreza masive, si dhe shumë varreza individuale me 793 shtëpi të djegura, 120 gradë e veja krushiane, u detyruan të kujdesen me përkushtim për 548 fëmijë të tyre bënja. Fund citati. Hysen Ibrahimi, autori i librit për Fadil Gecin, ja dhuroi një libër Muhamet Shatrit, në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin atdhetar gjatë jetës së tij. Më pastaj, me një poezi për Fahrettin Hotin, në skenë u ftuar Emzip Basha, poet i njohur dhe autor i mbi 100 veprave poetike. Të shkruash për Fahrettin Hotin, duhet të njihesh nga afër karakterin e rrallë, një njeriu, një luftëtar dhe human. Vesh si një mjek që ndihmoi shumë nënat e reja për lidhjen bashkë me zonjën e këtij, kjo familje priti jetë të re, vinte në jetë një fëmijë, kjo për Fahrettinin fliste shumë, vinte një luftëtar, dashuria për Kosovën nuk mjaftonte me aq. Një ditë, ky trim nga Krusha e Madhe do t'i bashkohet luftës për liri dhe për bashkim. Krush e Madhe,
vend me emër, ti linde burra me zemër, Bajram Curi e Faradin Hoti, të bekuar vërtet nga Zoti. Faradini në histori, mjek priste fëmi, në për plumba lindi nëna, në për dur kaliti zemra. Në çdo lindje të vështirë, Faradini si mjek i mirë, shtëpia ti si spital, lot e nënash margaritar. Kur adheu ishte në rrezik, Faradini syt pitrit, mori pushkën, dolin mal, krah për krah bashkë me djalin. Lofton trimi nuk ndalet, ofshon gjithë malet, kur e mori plumbi i mallkuar, plagët vet i pat shëruar. Si ky gjak i Dardanies është bekim i Perëndijës, emri i dritur i Faradinit të qendrit historie. Poezia dytë. Faradin Hoti, dëshmor i Kosovës. Pa heroj na vjen ftoft një histori, me heroj na urritëm, me lavdi për dit na ungritëm. Dhe kur ëndra e vënuar, duke pritur, heshtën dremite, dhe nina nana kënduam, dëgjoni nga malli për herojt, kush e di kur kthehet nga kjo anë, kërkon, pritja është e kot, s'ka heroj tani pa pelivan, Faradin Hoti trim dai, digjet ati lartë në Dardani, dhe zuritej për Shqipëri. Dardani moj Dardani, pa heroj s'ka Shqipëri, pa heroj dhe heroina, ne kërset bas as Martina. Faradini duket si mbret, ne kuror e personalitet, Shqipëri moj Shqipëri, lavdi i qoft vepra se ti. Shqipëri moj Shqipëri, e toka që bëron flori, emrin lartë do të larsojmë pran flamurit ku qezi, ku lindën Dardanet, me cip të flamurit vështjel, toka nën që priti, për ty jetojmë dhe vdesum me emrin Dardani. Profesor Isuf Bajraktari foli me përkushtim duke thënë se kjo monografi kushtohet një prej figurave më të ndritura të historisë kombëtare shqiptare, Dr. Faradin Hotit, si mjek i devotshëm dhe patriot intelektual i palëkundur. Ai u bë simbol i sakrificës sublime në rrugën e lirisë dhe të drejtave të shqiptarëve. Le të shërbej kjo monografi si një urë mes të shkuarës dhe të ardhmes, që brezat e rinj të mos harrojnë se liria nuk është një dhuratë, por një arritje e fituar me shumë sakrificë. Do të mbetet një simbol frymëzimi për të gjithë ne, u shpreh Bajraktari. Faradin Hoti, dritë e bashkuare e humanizmit dhe sakrificës kombëtare. Të nderuar të pranishëm, familjar, miq, ky libër nuk është thjesht një përmbledhje ngjarjesh, por një testament i një njeriu që dha gjithçka për popullin e tij, talentin, dijen, forcën dhe në fund dha edhe jetën. Doktor Faradin Hoti nuk ishte vetëm një mjek i përkushtuar, por një hero që kuptoi misionin e tij përtej dhomës së operacionit. Për të shërbimi ndaj popullit ishte dhe mbeti gjithçka. Ai besonte si një njeriu i arsimuar dhe i përgatitur, ka detyrimin moral që të jetë në krah të atyre që kanë shumë nevojë për të, sidomos në kohë të vështira kur kombi rrezikohej për të jetuar apo të mos jetuar. Kjo monografi përmbledhje jo vetëm përmbledh jetën dhe veprën e tij, por edhe mesazhin që ai la, pas një mesazh që sot na frymëzon dhe na thërret të mos harrojmë atë që sakrifikuan të parët tonë për të drejtat tona, për lirinë tonë. Duke lexuar këtë libër, unë nuk shohim vetëm një biografi apo monografi, por kuptojmë se si një individ mund të jetë simbol i kurajës, i devotshmërisë dhe i dashurisë për atë. Përmes këtij promovimi ne nuk po bëjmë thjesht një akt përkujtimor, por ne po e sjellim në zemrat tona historinë
e një njeriu që i dha dritë jetës dhe monumentit më të errët të kohës. Fjalët e shkruar në këtë libër janë si një thirrje për të gjithë ne, për të mbrojtur të drejtën, për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për të dashur atë dheun ton me plot ndjenja, forcë dhe dashuri që duhet t'i jepim. Le të shërojmë një herë mirë, le ta kuptojmë këtë monografi si një urëm mes të shkuarës dhe të ardhmës, që brezat e rinj të mos harrojnë se liria nuk është një dhuratë, por një arritje e fituar me shumë sakrificë mund. Doktor Faredin Hoti ishte dhe do mbetet një simbol frymëzimi për të gjithë ne. Me përullësi dhe respekt e thellë ndaj jetës dhe veprës e tij, ju ftoj që të reflektojmë në shembullin e tij dhe të bëhemi bashkë të vlerave përfaqësuese. Monografia kushtuar Faredin Hotit dëshmori i komë që dha jetën për liri. Kjo monografi kushtuat një prej figura më të ndritura të historisë kombëtare shqiptare, doktor Faredinit. Si mjek i devotshëm dhe patriot, intelektuali i palekundër, ai u bë simbol i sakrificës sublime në rrugën e lirisë dhe të drejtave të shqiptare. Me faqet e kësaj monografie paraqitet rruga jetësore, kontributi dhe mjekësia, angazhimi i tij për çështjen kombëtare, që kulmon me rënien heroike në mbrojtje të lirisë dhe shërimit e të plagosurve gjatë luftës së fundit. Poeti Idris Gashi, autori shumë përmbledhjeve poetike, u ftua të recitojë një poezi për këtë rast. Unë si poet u frymëzova në bazë të historisë këtij herojt edhe dëshmore që po thotë Sufi, që t'i shkruaj një poezi me titull Engjëlli Mantill Bardh. Doktor Faredin Hoti, atë dheu po të thret, krusha gjam pëlshan. Të plagosurit kujtojnë doktor i dashur Faredini mbet. Krusha dhe populli po të pret, liria po të thret. Të kujtojmë edhe në mërgim ju kërshjan dhe Hoti marë. Me Faredinin jeni krenar. Shumë plag, doktori shërove, u që kes madhështin jashtove. Krusha e madhe me dardani, me shumë masakra tirani, me krim, vrasje hajdutri dhe shumë tjera mizori. Sot ne gëzojmë të shtrejtën liri. Ju martir dhe ju heroj, me gjakun e juj liria agoj. Faredin Hotin sot e kem dëshmor. Ju faleminderit. Mona Juniko, doktor Faredin Hotin, në fjalën e saj me të drejtë konstatoi se ai ishte i lidhur ngushtë me pacientët e tij dhe mbeti një fanar shprese dhe frymëzimi, duke na kujtuar të gjithëve fuqinë e dashurisë dhe mshurisë dhe ndjekjes së drejtësisë. Konsiderohej si dritë shprese për njerëzit e zakonshëm dhe shumë prej atyre që kanë pasur fatin të jenë pacientë të tij, kanë folur me respekt e konsiderat të veçantë. Sa shumë jetë të reja kanë lindur në duart e tij të arta dhe sa shumë nënave ua ka kthyer buzëqeshjen, gëzimin dhe shpresën për jetën. Shtoi ndër të tjera Mona Juniko. Faredin Hoti mbeti fanar shprese dhe frymëzimi, duke na kujtuar të gjithëve fuqinë e dashurisë dhe mshurisë dhe ndjenjes së drejtësisë. Libri Doktori që dha jetë lirisë, i autorit Magjister Besnik Hoti, është një vepër me vlerë të madhe historike dhe humane, e cila ndriçon jetën dhe kontributin e doktor Faredin Hotit, një figurë e spikatur në fushën e mjekësisë dhe një adhetar i përkushtuar. Në këtë libër, autori sjell një rrëfim të detajuar mbi sakrificat dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në shërbim të popullit dhe atë dheut. Përmes një qasje të ndjeshme dhe analitike, lexuesi njeh më nga afër rolin e tij thelbësor në zhvillimin historik të kohës. Autori ka arritur të ndërthurë mjeshtrisht fakte historike
me tregime emocionale dhe personale. Duke sjell një portret të plot të doktor Faredin Hotit, jo vetëm si mjek i përkushtuar, por dhe si një humanist dhe patriot i madh. Përmes rrëfimeve të bashkosve dhe analizave të thelluara, lexuesi mund të ndjek jetën e tij nga fillimet e karrierës deri te momentet më të rëndësishme të veprimtarisë së tij. Doktor Faredini ishte mjeku i popullit. Ai ishte njeri i madh, humanist i pashoq. Ishte çdo herë aty ku e kërkonte jeta për ta mundur vdekjen. Zatën e gjithë jeta e mundi e përkushtimi i tij kishin një mision: të shpëtonin sa më shumë jetë njerëzish. Ai e kryte punën e tij me aq pasion dhe me një dashuri të madhe. Edhe situata më të pashpresa i kthente në optimizëm. Konsideroi si dritë shprese për njerëzit e zakonshëm. Më shumë prej atyre që kanë pasur fatin të jenë pacientë të tij kanë folur me respekt e konsiderat të veçantë. Sa shumë jetë të reja kanë lindur në duart e tij të arta, dhe sa shumë nënave u ka kthyer buzëqeshjen, gëzimin dhe shpresën për jetën. Heronj si doktor Faredini janë ata që lanë gjurmë të pashlyeshme në mendjen dhe zemrat e njerëzve. Ai luftën e bëri me armën e tij më të fuqishme që kishte, dashurinë për atë dheun. Në libër përshkruhet me detaje ndikimi i tij në komunitetin lokal dhe përpjekjet e tij të vazhdueshme për të përmirësuar shërbimet shëndetësore në rajonet më të izoluara. Lexuesi ka mundësi të njohë nga afër sfidat me të cilat ai është përballur, qoftë në aspektin profesional, qoftë në ato patriotik. Përdorimi i dëshmive autentike dhe rrëfimeve të ngrohta nga njerëzit që e njohen e bën librin edhe më të besueshëm dhe emocionues. Autori përdor një stil të rrjedhshëm dhe të qartë, duke bërë librin të gatshëm për një gamë të gjerë lexuesish. Pavarësisht qasjes analitike dhe historike, teksti ruan një ton të ndjeshëm dhe të ngrohtë, duke bërë lexuesin të ndjejë lidhje të fortë me personazhin kryesor dhe historinë e tij. Alejna Emini, për doktor Faredin Hotin, u shpreh se ishte një nga figurat kyçe që ofroi shpresë për shumë banor të Kosovës gjatë luftës së Kosovës. Si mjek i angazhuar në kushte ekstreme, ai u bën një simbol i kurajos dhe dedikimit ndaj njerëzve, shpesh duke vendosur jetën e tij në rrezik për të shpëtuar të tjerët. Me kënaqësi dhe respekt të veçantë, kam privilegjin të ndaj disa mendime mbi këtë vepër monografike, e cila jo vetëm pastron literaturën tonë shkencore dhe historike, por edhe reflekton një punë të jashtëzakonshme, hulumtuese dhe analitike. Këtë recensione kam titulluar Kur mjekësia dhe adheu bëhen një. Libri doktori që i dha jetë liris, doktor Faredin Hoti, është një udhëtim emocionues dhe i fuqishëm në përjetën dhe veprën e doktor Faredin Hotit, një mjek heroik që dha një kontribut të jashtëzakonshëm mbi mbijetesën dhe çlirimin e Kosovës gjatë periudhës më të vështirë të luftës me Serbinë. Ky libër jo vetëm që shpalos karakterin e tij të jashtëzakonshëm si mjek, por gjithashtu përshkruan me detaje disa nga rastet më dramatike të mjekimit dhe shpëtimit të jetëve në kohën kur liria e Kosovës ishte në rrezik të madh. Doktor Faredin Hoti ishte një nga figurat kyçe që ofroi shpresë për shumë banor të Kosovës gjatë luftës së Kosovës. Si mjek i angazhuar në kushte ekstreme, ai u bë një simbol i kurajës dhe dedikimit ndaj njerëzve, shpesh duke vendosur jetën e tij në rrezik për të shpëtuar të tjerët. Në këtë libër,
autori, zotëri Besnik Hoti, ka përshkruar me shumë detaje të ndryshme ku doktor Hoti ka ofruar ndihmë mjekësore për civilët që ishin duke vuajtur nga pasojat e sulmeve serbe. Ai i ndihmoi ata që ishin të plagosur në luftime, gra shtatzane, ashtu siç e ndëgjuam edhe më herët, diku të 800 lindje. Fëmijë, por gjithashtu ndihmoi dhe shumë të tjerë që ishin në kushte të vështira, për shkak të pamundësisë për të siguruar mjekim të duhur. Ndonse kushtet e tilla kërkonin një nivel të lartë të specializimit dhe profesionalizmit. Dr. Hoti nuk hezitoi të bëjë gjithçka që mundej për t'i shpëtuar jetët e shumë atyre që kërkonin ndihmën e tij. Shumë ngjarje të paharrueshme, të dhimbshme. Ndërto mjekimi i grupeve të ushtarëve të UÇK-s që ishin të plagosur gjatë një përballje të fortë me forcat serbe. Mjekimi në kushte të tilla ishte pothuajse i pamundur, por Dr. Hoti ja doli të shpëtonte jetën e ushtarëve duke përdorur teknika dhe mjete të improvizuara që ishin të nevojshme për mbijetesën e tyre. Përveç ndihmës mjekësore që ofroi Dr. Faredin Hoti, ishte gjithashtu një burim shprese dhe ngushëllim për të gjithë ata që e kërkonin ndihmën e tij. Ai ishte një njeri i thellë dhe me vlera të larta, i cili besonte se çdo jetë ka vlerë dhe se lufta për liri kërkonte sakrificë të madhe, jo vetëm në fushën e betejës, por edhe në fushën e mjekësisë dhe shpëtimit të tjerëve. Libri është një pasqyrë e fuqishme e asaj që nuk kupton të jesh mjek dhe hero. Në një kohë lufte, Dr. Faredin Hoti e dëshmoi se mjekësia nuk është vetëm një profesion, por një thirrje për shërbim ndaj njerëzve, përmbushur me dashuri dhe humanizëm. Edhe pse lufta e mori jetën e tij, ajo nuk e mundi veprën dhe trashëgimin që ai la pas, që do të vazhdoj të inspiroj brezat që vinë. Ky libër, si përfundim, është një kujtim i fuqishëm për të gjithë ata që kontribuan për lirinë e Kosovës dhe një nderim për një njeri që i dha jetë jo vetëm njerëzve të plagosur, por edhe shpresës për një të ardhme më të mirë për Kosovën. E me një poezi kushtuar Faredin Hotit në skemë para të praneshmëve u ftua poetja Xhevrije Kurteshi Nimani. Ju që i dhat jetëve keni bekimin e nënave shqiptare, motrave, vëllezërve, nuseve, fëmijëve e baballarëve të gjithë kombit. Liri, ky emir i lartësuar, dhe i larë me gjakun e bijave më të mirë të kombit. Liri e kërkuar pa ndalur ndër shekuj. Edhe personazhi i këtij takimi të sotëm, Faredin Hoti, ishte në mesin e shpëtimtarëve, që ju dha jetëve, fëmijëve të posalindur, nënave në prag të vdekjes, ushtarëve trima në betejat e luftës dhe të sëmurve në shtratin e vdekjes. Sa human dhe aq fisnik si vetë profesioni i tij, që e donte me zemër, Doktor Fahredini nuk mori asgjë nga populli i tij i shumë vuajtur, por dha gjithçka nga vetja e vet që sot ne dhe brezat e ri të frymojmë lirshëm. I përjetshëm do të jetë kujtimi për jetën dhe veprën e Doktor Fahredin Hotit dhe bashkë me të birin e tij Kreshnikun u bën lulkuqet e lirisë së Kosovës. Me rastin e këtij përurimi, Këshilli Organizativ ka përgatitur disa mirënjohje për kontributet të veçanta në realizimin e këtij eventi dhe në promovimin e vlerave kombëtare dhe intelektuale. Ftoi të gjithë anëtarët e Këshillit Organizativ në skenë dhe autorin e librit që të pranojnë këtë mirënjohje. E ftoi kryetarin e Këshillit, Zotrin Hyseni Ibrahimi, që të jetë pranë nesh për ndarjen e mirënjohjeve. Në emër të Këshillit, mirënjohje do t'i ndajnë
zonja Mona Juniku, Murat Koci, zotri Isak Bunjaku dhe zotri Gjevat Isufi. Urdhroni në skenë. Ju përshëndes gjithëve në prezencën e të pranishmëve, zonja zotri, Komuniteti Shqiptar në Suedi, Këshilli Organizativ, i shpreh njohje Magistrit Besnik Faridin Hotit. Këtë minjoria kemi dedikuar zonjës Nexhmije Hoti me motivacionin kontribut zënëse për çdo ditë në mbështetje të burrit të saj në mjekimin e të plagosëve për lirinë e Kosovës dhe bashkimin kombëtar. Këtë do t'ja dërgojmë të birit, me që zonja nuk është këtu. Shaj për kontributin që ka dhënë Magjister Besnik Hoti, unë do t'ja dhuroj librin tim të fundit, tani që e kom nxjerrë në vitin e kaluar, Magjister Fadil Hoti, figurë e unitetit kombëtar, një libër i cili u mirëprit në verën e kaluar dhe urojmë që në të ardhmen të shkruajmë historinë tonë ashtu qysh është. Fadil Geci. Magjister Fadil Geci, si thash? Më fal. Magjister Fadil Geci. Faleminderit shumë, respekt. Pa kesh jetë zbra. Një fotografi? Autori i librit, Besnik Hoti, në fjalën e tij shprehi falënderime për organizimin e promovimit të këtij libri, kushtuar babait të tij, Dr. Faridin Hotit. Ai foli edhe për punën e babait të tij, i cili asgjë nuk kishte kursyer për çështjen kombëtare. Vetëm pak ditë pas kremtimit të 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, jemi mbledhur këtu në malmet të Suedisë për të kujtuar ata që bënë të mundur lirinë e Kosovës. Pra, duke kujtuar edhe nderuar dëshmorët dhe herojtë e kombit. Më falni pak për emocionet, se e bëjnë veten. Para se të filloj fjalimin tim, lejoni t'i falenderoj gjithë ata që bënë të mundur këtë promovim të librit. I nderuar Isak dhe Afërdita Bunjaku, dëshiroj të shpreh minjojën time thellë për iniciativën dhe kontributin në organizimin e provimit librit doktorit që dha jetë lirisë kushtuar dëshmorit të kombit, Dr. Faridin Hoti. Ju faleminderit në emrin tim dhe të familjes. Planifikimi i promovimi planifikuar për sot në qytetin e Malmës u bë fali mundur komunitetit shqiptar në Suedi, të cilët organizuan dhe mbështeten pa rezervë promovimin e këtij libri. Ky organizim është një mundësi e shkëlqyer për të nderuar dhe kujtuar sakrificën e atyre që bën të mundur lirinë tonë. Jam mos i sigurt se ky promovim do të mbetet një ngjarje që do të kontribuojë në ruajtjen e historisë. Atëherë një falënderim i veçantë shkon për kryetarin e Këshillit Organizativ, zotri Hisen Ibrahimin, dhe 16 anëtarë të tjerë të Këshillit që unë dëshiroj t'i përshëndes dhe falenderoj emër për emër. Avdyl Ukën, Fatmir Azemin, Gjevat Isufin, Idris Gashin, Isuf Bajraktarin, Mirvete Binakun, Mone Jonikun, Muharrem Binakun, Murat Kocin, Naser Sopjanin, Nezaçete Osmanin, Osman Hamet Gjekaj, Raba Sopjanin, Remzi Bashën, Raman Ramanin, Violet Hoxhaj dhe Adem Ademin. Ju faleminderit shumë, familja jonë është nderuar dhe respektuar nga ana juaj. Një falënderim special shkon për gjithë juve që jeni prezent, që keni ardhur sot për të nderuar jetën dhe veprën e dëshmorit Dr. Faridin Hoti, posaçërisht për dajën tam këtu Selim Shalen, i cili jeton dhe vron mbi 40 vite në Suedi, po ashtu për dy djemt e tezës, e Idrizin dhe Muhametin, që sot kanë nga Göteborgu, edhe shokun tim Fisnikun dhe të gjithë juve të pranishëm që jeni këtu. Të nderuar të pranishëm, është nder dhe privilegj për mua që jem këtu në mesin tuaj dhe që kam mundësi të flas për librin doktorit që i dha jetë lirisë, kushtuar dëshmorit të kombit Dr. Faridin Hoti. Dua ta filloj fjalimin tim se lirinë nuk na ka falë askush, por ata e fituam me gjakun e dëshmorëve dhe të rëndëve për liri. Ne sot së bashku po e nderojmë sakrificën e atyre që dhanë gjithçka për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dëshmorët, herojt, të cilët me guximin dhe vendoshmëri mbrojtën vlerat dhe identitetin tonë kombëtar.
Secili prej tyre është një simbol i heroizmit dhe historia e tyre na frymëzon që ta vazhdojmë rrugën e lirisë. Liria është një nga vlerat më të çmuar për çdo komp. Është ideal që përfaqëson aspiratën e popujve për të jetuar në paqe, në liri dhe në kushte të barabarta. Por historia na tregon se rruga drejt lirisë është e mbushur me sakrifica dhe vuajtje. Një shembull i qartë është lufta e popullit shqiptar të Kosovës, e zhvilluar në emblemin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila u formua në një kohë kur Kosova ishte nën pushtimin e Hegër, serb, regjim i cili përshkaktonte vuajtje të mëdha dhe shkele masive të drejtave të njerëzit. Në këto kushte, UÇK-ja doli si një përgjigje natyrshme dhe e domosdoshme për të mbrojtur të drejtat dhe identitetin tonë kombëtar. Çmimi për lirinë e vendit ishte i lartë dhe kjo u vërtetu gjatë luftës. Mijëra luftëtarë ranë dëshmor dhe shumë civil humbën jetën e tyre, duke paguar me gjakun e tyre lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Familjet e tëra u shkatruan dhe shumë njerëz u detyruan të braktisnin shtëpitë e tyre. Kjo sakrificë e popullit shqiptar tregon për guximin dhe vendoshmërinë për të arritur lirinë. Në historinë e çdo kombi ka një grup njerëzish të përkushtuar që janë gatshëm të flijohen për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ata janë dëshmorët, njerëz që me guxim pothuajse heroik japin jetën e tyre për një qëllim më të madh se vetvetja, për lirinë dhe për gjeneratat që do të vinë. Pas përfundimit të fjalimeve, radha ishte për vallëtare të shoqatës kulturore Dardania Dance, me koreograf Naser Sopjanin, të cilët të veshur me kostume kombëtare e ngjallën atmosferën me vallet e tyre, që po e ngrisin lart kulturën dhe vallën shqipe në skenat e Suedisë.
zakon Kalin me bajra këtë një adveqë Ndrojnë të gjak më lese ka unë një shtrim në për I barin Balkan me një emër I lirë Pas përfundimit të promovimit të librit, realizuam edhe disa intervista me protagonist kryesor të cilët kanë dhënë kontribut në aktivitetet të ndryshme që kanë dhënë për Mërgatën me dekada me radhë. Është ky Osman Ahmet Gjekaj. Këtu pranë vetës e kemi një prej aktivistëve I cili edhe nuk mund të anashkaluhet lehtë për aktivitetet e tija të gjithë mbarshme që po jep për Mërgatën shqiptare për dekada me radhë. Është ky Osman Ahmet Gjekaj. Osman si je? Mirë, faleminderit. Sa vite ka që jenë mërgim vetë personalisht? Unë kështu zëqër me humor, thom që 100 vjetë sepse janë bo 35 vite. 19 vite kom punu si arsimtar me nxënësa shqiptar. Edhe ashtu si shteti e mundu ma të kontributin tem të jap për çështje kombëtare. Por para prakisht unë dëshiroj të falenderoj Radio Televizionin Fontana dhe pikrisht drejtorin e përgjithshëm Zëqir Mehmetaj, I cili pa dyshim është duke bërë një punë të shkelqyshëm për tërë Kosovën, jo vetëm për Podgurin e Rafshin Dugaxhinit, por në mënyrë të përgjithshme ju falemderit për ardhin tuaj. Profesor, sa është të vështirë më zhvillu aktivitetet sikur kjo dhe të ngjashme dhe aktivitetet të tjera? Po nuk është vështirë Zëqir, sepse këtu në Suedi, shteti suedez krijon kushte shumë të mira, siç po shihni edhe vetë, kur nuk na mungojnë sallat, kur nuk na mungojnë kushtet, janë nxënësit, janë aktivistët, kështu që çdo gjë shkon sikur ora. Këtu pranë vetës e kemi edhe fajtorin kryesor. Është personi I cili I ka angazhu edhe I ka mbledh fëmijët nga një pjesë e madhe e Suedis, e kësaj pjesë të Skandinavis, edhe pothuajse në të gjitha ngjarjet kulturore që zhvillohen këtu, Naser Sopjoni është ai që I organizon, e lun edhe rolin e koreografit, edhe rolin e kostumografit, edhe rolin e skenografit, gjitha rolet. Naser, sa është e vështirë kjo punë? Po, është e vështirë normal se me përkushtu punës edhe me marrë për seriozisht edhe me vullnet çdo sa shkon mirë. A keni kushte për punë, a janë të interesuar fëmijët shqiptar këtu në Suedi, mu bo pjesë e këtij grupit valltarëve? Po kushtet janë të mjaftueshme, fëmijë edhe ose valltar, domethënë ka boll, kështu edhe megjithëse çdo herë mundohemi të bëjmë sa më shumë, sa më mirë edhe më kvalitet. Sa ki nxënësa në grup? Po momentalisht janë 28. 28 për I moshës 7 deri në 18. A keni kushte për punë? Po, mirë shumë, mirë momentalisht kanë filluar edhe më bë regjistrimi I zyrtar I shoqatës Dardania Dans në Suedi. Po. Ku I siguroni garderobën e këtu? Garderobën e sigurojmë nga Kosova, I kem disa klientë që edhe na ftojnë, edhe na dhurojnë, ka edhe njerëz që kontribuojnë për të veshje, që na ndihmojnë në donator, kështu që simas kushteve tona të banë. Naser, faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu edhe për juve, faleminderit. Apo na prezantoni që quheni? Unë qona Sara, njëshori. Unë quna Leona Hykolli. Leona Hykolli, dhe? Unë quem Lorena Berisha. Ju jeni këtu në grup valltarëve, apo? Po. Apo hekni kesh më përgatit vallët? Ju. Kush pjau përgatit vallët? Na mësusi Naser, mas shumëti, po ka një herë edhe na insistohëm disa sene, po. Edhe mundohëm mësu edhe shpeka pak mi mësu, për me pas edhe mësusi Naser pak ma letë, se na pak ma të mëja jena, e kena mundësin me mësu shpe. Ja një moni pak. Po, se këtë tani me këtë të voglat, pak ma shumë, po. A ke linti këtu në Suedi apo në Kosovë? Jo, në Suedi jem lind. Në Suedi, shumë bukur. E ty, a ki qef me mu morë pjesë me valle me? Po, shumë kom qef. Apo na tregon ti si quhesh? One kam emrin Deja Hykolli. Sa vjet I ki? One kam 12 vjet. Që sa kohë je pjesë e grupit valltarëve? Që sa vite? 1 vjet. A ç'është shkon koha këtu? Po ki vështirë me mësu vallët? Jo, s'kam vështirë. Heqa? Jo. A bon edhe valle jashtë kësaj që ja u mëson profesori, a bon edhe ti vetë ndaj valle? Po. Shumë mira? Po. Okej, dëshiroj sukses. Faleminderit.
E ti si quhesh? Ta Eliza Aliaj. Liza? Aliaj. Aliaj, sa vjet i ki Liza? E 14. Që sa kohë merr pjesë në grup valltarëve këtu? Po Që sa vjet? që jo një vjet jo, para 2 muaje. Para 2 muaj dite. Ç'është po të shko puna? Mirë, shumë Apo mirë. knoqesh këtu? Po, shumë qikat e mira janë Po, këtë. sa valle i lun ti këtu? E 2. Në 2 valle merr pjesë. Ç'është po kalon me shoqe? Po mirë, shumë dashna janë. Shumë mirë? Dashna, po. Dëshiroj sukses. Faleminderit.